Shqipëria përmbyll me sukses presidencën e saj të procesit të bashkëpunimit në Europën Juglindore për periudhën korrik 2024-qershor 2025 me moton Formësojmë të ardhmen tonë europiane. Sot Tirana u bë sërish qendër e diplomacisë rajonale, duke mirëpritur krerë shtetesh dhe përfaqësues të lartë nga 13 vende pjesëmarrëse në ministerialin përmbyllës. Gjatë kësaj periudhe, Shqipëria është fokusuar në 3 prioritete: forcimin e bashkëpunimit politik, përshpejtimin e integrimit ekonomik dhe rezultate konkrete në rrugën drejt bashkimit evropian. Në fjalën e tij hapse, ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani theksoi rolin aktiv të Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe në përshpejtimin e integrimit evropian. Ministri Hasani nënvizoi se bashkëpunimi rajonal forcon themelet për antarësimin në BE, një hap i domosdoshëm dhe plotësues për të ardhmen e rajonit. Ai theksoi, zgjerimi i BE-s nuk është vetëm një proces politik, por një investim strategjik për paqen dhe stabilitetin të gjithë Europën. Duke folur për rrugëtimin e Shqipërisë drejt BE-s, ministri Hasani shtoi: Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në rrugtimin e vet transformues. Agjenda jonë reformave nxitet nga angazhimi i thellë ndaj demokracisë, shtetit të së drejtë, drejtat e njeriu dhe gjithashtu zhvillimi i gjithëpërfshirës, dhe besojmë që zgjerimi i BE-s nuk është vetëm proces politik, por është një investim strategjik në stabilitet dhe paqe për të gjithë Europën. Me çeljen e grup kapitujve negociues, 4 prej tyre deri më tani po punojmë për një tjetër, Shqipëria është në rrugën e duhur dhe angazhuar plotësisht për të çuar përpara procesin tonë të antarësimit. Synimi ynë është ambicioz, por unë mendoj edhe i arritshëm për të çelur të gjithë grup kapitujt deri në fund të këtij viti dhe të përmbyllim negociata deri në 2027. Po punojmë me vendosmëri për ta bërë Shqipërinë gati për antarësimin e plotë në BE përpara fundit të kësaj dekade. Dhe ky nuk është vetëm objektiv kombëtar, është rajonal. Suksesi e fqinjve tanë është suksesi ynë, po kështu siç edhe sprapset tona prekin edhe rajonin. Kjo është arsyeja pse organizata të tilla kanë vendësi, e jap se bashkëpunimi ynë ka vlerë. Sepse në të njëjtën kohë ne jemi thellësisht të shqetësuar nga tensionet e përshkallëzuara në lindjet e mesme, sidomos përballjet e fundit midis Izraelit dhe Iranit, që paraqesin një rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Shqipëria rikonfirmon të drejtën e Izraelit për të ruajtur sigurinë e vet dhe për të mbrojtur qytetarët e vet nga kërcënimet e merrfillta. Në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje Iranit të ndal aktivitetet e veta bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojë në përputhje të plotë me detyrimet e veta në kuadër të drejtës ndërkombëtare për të shitur traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore. Përdorimi apo zhvillimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja katastrofike në rajone përtej. Në këtë kontekst të brisht, Shqipëria i u bën thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë për mbajtjen maksimale dhe të angazhohen seriozisht në përpjekje diplomatike të synuara për uljen e tensioneve dhe për një zgjidhje të qëndrueshme politike. Për ta përmbyllur dua të shpreh vlerësimin tim të sinqert për të gjithë partnerët, institucionet dhe kolegët, të cilët kanë kontribuar për një kryesim produktiv e vizionar të SECP-s. Rruga përpara nuk është e lehtë, por ja vlen që ta bëjmë bashkë. Le të vazhdojmë të punojmë për një Evropë juglindore e cila nuk është vetëm më ndërlidhur e më rezistente, por po kështu edhe vërtet europiane, jo vetëm për shkak të vendodhjes së vet, por për mënyrën se si jetojmë vlerat tona e formsojmë të ardhmen tonë. Ministeriali përfshin 13 vende pjesëmarrëse: Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Moldavinë, Malinë e Zi, Rumaninë, Serbinë, Sloveninë, Kosovën dhe Turqinë.